Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të gjithë ne. Falënderimet së gjithmonë ja drejtojmë Allahut te bareke wa taala, atij që është më meritori për ta falendëruar, për ta madhëruar, për ta lutur e adhuruar, ndërsa përshëndetjet tona janë për zotrinë e njerëzimit, për të dërguarin e Allahut dhe vullën e dërguarve Muhamedin, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Mirëmbrëma të gjithëve, është takimi ynë i parë sa i përket organizimit të Haxhit 2026, ashtu siç edhe ju kemi informuar më herët. Do të mundohemi me lejen e Allahut te bareke ve teala që të mbajmë disa ligjërata para përgatitore për të mësuar më shumë përkitazi me këtë udhtim, i cili është një rëndësie të veçantë. Ajo që në fakt më ka shtyr ta mbaj këtë takim me ju, të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, ka të bëjë me atë që kemi mësuar nga përvoja herave të kaluara, se në disa raste kemi vënë re që tek disa haxhiler kanë munguar informacionet bazike përkitazi me shtyllat e fesë. Prandaj e kemi parë të rrugës që të fillojmë dhe të mbajmë këto ligjërata, cilat me lejen e Allahut te bareke ve teala do të jenë një lloj, si them, para përgatitje, një lloj formimi, në mënyrë që kur të vjen koha e haxhit, ta kryejmë atë ashtu siç duhet dhe haxhi të jetë kuror e adhurimeve për ne. Ligjërata e parë ka të bëjë me shahadetin. Pra, po fillojmë me lejen e Allahut te bareke ve teala me shahadetin, duke u fokusuar tek domethëniet që përmban kjo deklarat e rëndësishme, deklarata hyrëse në Islam. Para se të fillojmë me shpjegimin e shahadetit, ashtu siç ju kemi edhe lajmëruar, ne do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër në mënyrë që t'ju lëm hapësirë pastaj juve të bëni pyetjet që ju interesojnë përkitazi me këtë udhtim. Ajo që ne duhet ta kemi të qartë të gjithë është se Allahu te bareke ve teala ka shpallur fenë në mënyrë që njerëzit ta ndjekin. Pra, feja është ligji që Allahu xhallahu ala i a shpallë njerëzimit që këta ta bëjnë jetën sipas këtij ligji. Pra, feja është diçka për të cilën ne nuk, si njerëz, si krijesat e Zotit, nuk mund të paramendohemi. Prandaj Allahu xhallahu ala fenë ka bërë pjesë të natyrshmërisë sonë. Secili njeri lind me atë nevojën që të ketë Zot, që të adhuroj, pra me këtë nevojën shpirtërore, me këtë që ne e quajmë në gjuhën fetare natyrshmëri ose fitre. Prandaj feja nuk ka ardhur si diçka që i përket për shembull një fushë caktuar, teori filozofike, ose jo, feja ka ardhur që të përmbush gjitha kërkesat që ne i kemi si njerëz, për arsye se ajo ka ardhur ta menaxhoj, ta rregulloj, ta organizoj jetën tonë me gjitha aspektet e saj. Feja nuk merret vetëm me ne si individ, siç tani fatkeqësisht ka tendenca që ta të kurrin, pra si diçka personale. Feja është edhe personale, por është edhe publike, është edhe shoqërore. Për arsye se ajo rregullon të gjitha raportet në të gjitha nivelet, qoftë në raport
me Allahun te bareke wa taala, qoftë në raport me vetveten, qoftë në raport me të tjerët. Prandaj feja është sistem, është ligj, është rregull që organizon jetën tonë. Kjo, nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, nënkupton se fejnë duhet ta mësojmë. Pra, përderisa feja është sistemi i jetës, përderisa ajo na mëson se si duhet sillemi me Allahun, si duhet sillemi me vetveten, si duhet sillemi me të tjerët, atëherë ne duhet ta mësojmë fejnë. Pra, nuk është diçka e thjeshtë, diçka që i lihet në vullnet njeriu, jo. Feja e veçmas ato që janë bazike, duhet t'i mësojmë patjetër, për arsye se askush nuk justifikohet për mosnjohjen e tyre. Çfarë nënkuptojmë me Islamin? Ne jemi musliman, feja jon është Islami. Mirë po, kur themi për shembull shtyllat e Islamit, çfarë në të vërtetë është ky Islami që ne e kemi përqafuar si fe? Islami nënkupton që ne t'i dorëzohemi Allahut, ne t'i nënshtrohemi atij, ne t'i bindemi urdhrave të Allahut xhallahu ala. Kur thu jam musliman, nënkupton që unë i nënshtrohem fjalës së Zotit. Zoti thot falo, unë falem. Zoti thot ndaj drejtësi, unë bëhem i drejtë. Zoti thot agjëro, unë agjëroj. Zoti thot bëj haxhin, unë e bëj. Pra, muslimani nënkupton nënshtrimin ndaj Allahut xhallahu ala. Nënshtrim ky që manifestohet duke i quar në vend urdhëresat e Zotit dhe duke u larguar prej ndaresave të tij. Islami përbëhet prej çështjeve që janë deklarative, pra që thuhen me fjalë, mirë po edhe prej çështjeve që bëhen me trup, me gjymtyr. Pra është edhe dëshmi la ilaha illallah, por është edhe namaz. Pra ka edhe aspekt deklarativ, edhe shqiptim të dëshmisë, edhe deklarim me gojë, por ka edhe vepra të cilat duhet t'i kryejmë. Islami në të vërtetë, siç është përmendur edhe në Kur'an, në kapitullin Ibrahim më saktësisht, i ngjan një pemë. Pra nëse dojmë ne me kuptuar se si është Islami dhe si manifestohet ai, atëherë për shembull siç Allahu xhallahu ala ka marrë, mund ta marrim pemën. Pema i ka rrënjët, një pemë e madhe, e fortë, e cila është me fruta gjatë gjithë kohës, ajo i ka rrënjët thellë në tokë. Edhe besimi i ka rrënjët thellë në zemër. Pastaj kjo pemë e ka trupin e gjatë. Kështu është edhe Islami. Reflekton edhe jashtë dhe ka shumë deg, edhe Islami ka shumë vepra dhe ka fruta të shumt, që në kupton se veprat të cilat i bëjmë ne besimtarët duhet të jenë vepra të mira. Islami nuk është pretendim, nderuar vëllezër dhe të respektuara motra. Jo rrallë ne gjejmë njerëz që na thonë se unë e kam zemrën e mirë, unë nuk i bëj keq askujt, unë nuk ja dëshiroj të keqin askujt, mirë po asnjëherë nuk e shohim duke falë namazin, duke agjëruar, duke dhënë zakat. Ka miliona ndoshta e shetit tër botën, por nuk e kryen haxhin. Prandaj deklarimet e këtyre njerëzve janë vetëm pretendime, nuk janë të vërteta. Këta mund thonë se janë musliman, mirë po me vepra nuk e dëshmojnë një gjë të tillë. Për arsye se besimi ka nevojë që të provohet në praktik, të dëshmohet në praktik. Nëse thua se je besimtar, atëherë duhet ta dëshmosh me vepra. Për këtë arsye, Hasan Basriu, njëri nga brezat e parë, dietarët e mëdhenj të Islamit, ka thënë besimi nuk është me formalitete. Pra, nuk është as me vënë një terleme në kokë, as me i mbajt të spit në dorë, mirë po besimi është ajo që buron nga zemra, deklarata, dëshmia, bindja, besimin Allahun xhallahu ala,
dhe i cili dëshmohet edhe me vepra. Pra, unë jam besimtar, me zemër e besoj Allahun, i bindem me zemër dhe i përgjigjem urdhrave të tij duke fal namazin, duke e dhënë zakatin, duke agjeruar Ramazanin dhe duke kryer haxhin. Pra, nëse dikush thot se është musliman, por asnjë vepër të Islamit nuk e bën, ai njeri ka pretenduar. Edhe siç do të vrej me lejen Allahu xhallahu ala, deklarata e tij është në rrezik teje të madh. Të respektuar vëllezër dhe nderuara motra. Islami i ka 5 shtylla. Këto 5 shtylla janë të përmendura nga vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ajo që ka rëndësi teje të madhe është se përmendja e këtyre shtyllave është në kuptimin figurativ. Ne kur e ndërtojmë një shtëpi, përveç mureve ndërtojmë shtylla, për shkak se shtyllat e mbajnë shtëpinë. Edhe feja i ka shtyllat e saj, që më kupton se nëse fetaria e dikujt nuk është e ndërtuar mbi këto shtylla, atëherë çfarë fetarie mund ndërton ai? Për arsye se nëse një shtëpi rrëzohet për shkak se nuk ka shtylla, po kështu edhe fetaria e dikujt që nuk ka shtylla rrëzohet dhe e mbyt atë që gjendet brenda kësaj godine të pretenduar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, Islami është i ndërtuar mbi 5 shtylla. Shahadeti La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, se nuk ka Zot posa Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i tij, falja e namazit, dhënia e zakatit, agjerimi i haxhit dhe agjerimi i Ramazanit, më falni, dhe kryerja e haxhit për ata që kanë mundësi. Pra, janë këto 5 shtylla, cilat vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka përmendur, dhe cilat të nderuar të vëllezër dhe motra kanë një rëndësi teje të madhe. Pse? E para për faktin se këto shtylla janë të rëndësishme kështu siç janë traditura. Pra, prej këtyre shtyllave më rëndësishmja është shahadeti, dëshmia la ilaha illallah, për arsye se siç do të vrejmë, pa të nuk ka asgjë. Pra, asnjë vepër nuk pranohet pa këtë dëshmi. E dyta, menjëherë pas shahadetit, prej të gjitha veprave më rëndësishmja është namazi, pastaj është zakati, pastaj është haxhi. Dhe këto, siç mund të shehni, nderuar vëllezër dhe motra, haxhi është shtylla e 5. Pra, një besimtar për ta kryer haxhin, parimisht duhet që t'i ketë në rregull këto shtyllat paraprake. Dhe këtu qëndron arsyeja pse ne kemi filluar tash herët me këto ligjërata, në mënyrë që të përgatitemi me lejen e Allahut xhallahu ala, ta kemi një përmbledhje, një pasqyrë rreth fesë në përgjithësi, në mënyrë që kur të shkojmë për ta kryer haxhin, pastaj fetaria jon të përsoset. Pra, jo vetëm të merr trajt, mirë po edhe të përsoset, nga se haxhi është kurora e adhurimit dhe synon që besimtarin ta përsos, siç do të mësojmë me lejen e Allahut xhallahu ala, synon që ta përsos në kuptimin e vlerave. Tani shkojmë tutje dhe flasim për kushtin ose shtyllën e parë të Islamit, e që është shahadeti. Kur ne themi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ne kemi thënë dëshminë islame, e kemi thënë shahadetin, e kemi thënë atë që është jo vetëm shtylla e parë e fesë, por edhe kusht për çdo gjë. Nderuar vëllezër, nëse dikush do të bënte me mira vepra të mira, por nuk e plotëson këtë kusht, pra nuk e beson Zotin, është ateist, atëherë veprat e tij shkojnë dëm. Nëse dikush
nuk e beson Allahun xhelle wala, sado që të bëj vepra të mira, ato nuk do t'i pranohen për faktin se ky njeri nuk e ka plotësuar kushtin e parë, i cili është kusht bazik për pranimin e veprës. Prandaj duhet t'i kushtojmë rëndësi të madhe besimit, sepse nëse mungon besimi, sado që të veprosh mirë, veprat nuk pranohen. Çfarë nënkuptojmë me dëshminë la ilaha illallah? Cila është domethënia e kësaj dëshmie? Kur ne themi la ilaha illallah, në fakt ne themi kësaj: nuk ka Zot që meriton të adhurohet, të përkushtohet ibadeti, të therrët kurban për të betohemi në të, përveç Allahut te bareke ve taala. Pse themi kësaj? Për arsye se ne nga përditshmëria shohim njerëz të shumë që i adhurojnë idhujt, i adhurojnë yjet, i adhurojnë statujat. Ka madje që i adhurojnë edhe njerëzit, pra njerëz që i adhurojnë njerëzit. Kjo që këta njerëz veprojnë quhet adhurim. Mirë po, a pranohet? Natyrisht se jo. Pse? Për arsye se është adhurim i kot, është adhurim i gabuar, është adhurim që nuk ju përket këtyre njerëzve. Adhurimi i përket vetëm Allahut te bareke ve taala. Prandaj kur ne themi la ilaha illallah, ne themi o Allah, vetëm ty absolutisht të takon adhurimi dhe as kujt tjetër pos teje nuk i takon që të adhurohet. Po kështu, kjo nuk kupton që ne edhe veprat të cilat i bëjmë sinqerisht për Allahun xhelle wala. Pra, dikush mund të shkoj për shembull ta fal namazin. Shkon për hir të Zotit. Mirë, po pastaj ka dëshirë që ta shohin njerëzit, që të bëj syfatësi, rijat, shtiret, i bën ruku dhe sejdë më gjatë në mënyrë që thonë njerëzit se ky njeri që ka namazli, që ka besimtar i mirë, kjo nuk i përket një besimtari, për arsye se e rrënon veprën brenda për brenda. Prandaj kur ne themi la ilaha illallah, themi se adhurimi edhe në kuptimin e kryerjes, pra ne falemi për Zotin, por edhe në kuptimin e dedikimit, ja përkushtojmë vetëm kujt? Vetëm Allahut xhelle wala. Prandaj ne nuk punojmë për të tjerët, nuk punojmë për lëvdata, nuk japim për kronika televizive. Nuk jemi prej atyre që nëse ndihmojmë dikë, i thrasim mediat, i thrasim gazetarët, që t'ju tregojmë tër botës se po e japim. Jo, ne e japim vetëm për hir të Allahut xhelle wala. Me fjalë tjera, kur ne themi la ilaha illallah, ne e shprehim atë që në gjuhën fetare quhet se përmbledhje e fesë në tërësi, ajetin kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazim, kurbanim, jeta dhe vdekja ime janë vetëm për Zotin. Pra unë që nga momenti që jam i vetëdijshëm për veprimet e mia, e deri të vdes, të jap shpirt, çdo veprim që ne bëj, e bëj vetëm për Allahun xhelle wala. Qoftë adhurim, qoftë thirrje kurbani, unë jetoj për Zotin dhe vdes për Zotin. Pra gjithçka që unë posedoj, ja dedikoj dhe i përkushtohem me tërqenien time vetëm Allahut te bareke ve taala. Ajo që i thash edhe pak më parë, duhet ta kemi qartë se kjo dëshmi nuk është formale. Pra me thonë la ilaha illallah, veç me gjuhë, edhe pasaj me shpërfil ato domethënjet e saj, ato kuptimet e saj, ato gjërat që rrjedhin për kësaj dëshmie, nuk është e pranueshme. Pse? Për arsye se dietarët musliman kanë treguar me kohë se përderisa kjo është shtylla kryesore e fesë, përderisa është kusht për pranimin e veprave, atëherë formaliteti nuk ka vend këtu. Prandaj dikush i ka thënë dietarit që neve që cituam më përpara, Hasan Basriut, po thonë se nëse thua la ilaha illallah hyn në xhenet. Ka thënë po, hyn në xhenet, por duhet vepruar sipas fjalës la ilaha illallah. Pra nëse Zoti thot falem, ti duhet të falësh. Nëse Zoti thot agjëro, ti duhet të agjërosh.
Nëse Zoti që ti po thu la ilaha illallah për të po thu që vetëm atij i takon që ti nënshtrohemi, që ta pranojmë fjalën e tij, që ta zbatojmë fjalën e tij, nëse ai thotë që ti duhet ta kryesh haxhin, duhet ta kryesh. E nëse Zoti thotë falu, agjëroj, jep zakatin, krye haxhin, ndërsa ti nuk e ke bërë asnjërin prej këtyre, madje ke refuzuar dhe je tallur me to, atëherë çfarë dobi e mund bëj ty dëshmia la ilaha illallah. Prandaj ajo që ne synojmë me këtë dëshmi është ana përmbajtësore saj. Pra, kjo është shpirti jon. Dëshmia la ilaha illallah është shpirti i besimit. Është diçka pa të cilën ne nuk paramendohemi. Është diçka që ne kujdesim më shumë për të. Është diçka e cila na mban gjallë neve, na jep fuqinë, na jep kurajën, na jep motivin për të vepruar. Besimi ose dëshmia la ilaha illallah, sipas njërit prej brezave të parë, prej gjeneratave të para, Wahb ibn Munabbihut, i ngjan sikur çelësit. Dëshmia la ilaha illallah është çelësi i xhenetit. Por secili çelës i ka edhe dhëmbëzorat. Nëse e merr një çelës, edhe mundohesh me fut në një derë, ndërsa ai është i lëmuar, nuk ka mundësi me hap derën. Për arsye se duhet ta ketë dhëmbin kryesor në mënyrë që të hapet. E përderisa nuk e ka atë, atëherë nuk e hap një derë. Përderisa dëshmia la ilaha illallah nuk ka vepra me vete, atëherë është rrezik, Allah na ruaj që ajo të mos e hap derën e xhenetit për ne. Dëshmia la ilaha illallah përbëhet nga dy pjesë që janë shumë rëndësishme për të kuptuar. E para përbëhet nga mohimi absolut. Ne themi la ilahe, që nuk kupton absolutisht nuk ka Zot në asnjë mënyrë, në asnjë formë që adhurohet me gjitha kuptimet e adhurimit. Pastaj vjen pohimi absolut përveç Allahut. Pra, fillimisht mohojmë që ka ndaj Zot përveç Allahut xhallahu ala, e pastaj e pohojmë se i vetmi që është Zot, dhe i vetmi që meriton me adhurum, dhe i vetmi që meriton namazin, zakatin, agjerimin, haxhin, është Allahu te bareke wa taala. Allahu ka thënë në Kur'an: "Dhalika bi anna Allahu huwa al-haq wa anna ma yad'un min dunihi huwa al-batil." Kjo është kështu sepse Allahu është e vërteta, i vetmi që meriton të adhurohet, kurse gjithçka tjetër përveç tij është e kot. Pra, nuk ka Zot të dytë, nuk ka dikush tjetër që mund ta meritoj adhurimin, nuk ka dikush tjetër që mund ta meritoj kurbanin, mund ta meritoj agjerimin, jo, të gjitha këto i takojnë vetëm Allahut te bareke wa taala. Dhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Nderuar vëllezër, sa herë themi la ilaha illallah, në kuadër të kësaj dëshmie hyjnë të gjitha kushtet e besimit. Pra hyn besimi në melaçe, në libra, në pejgamber, në kada dhe kader, në ditën e fundit. Prandaj nëse dikush, po supozojmë, kish me besu Allahun xhallahu ala, por thot nuk ka jetë pas vdekjes, ky njeri nuk quhet besimtar. Nëse dikush thot la ilaha illallah, mirë po e mohon ekzistimin e melaçeve, nuk është besimtar. Nëse një njeri thot la ilaha illallah, mirë po mohon që Zoti ka shpall libra, ky njeri nuk është besimtar. Për arsye se kur ne themi la ilaha illallah, me të e kuptojmë tër strukturën e besimit. Pra ne besojmë, kur themi la ilaha illallah, ne themi se e besojmë Islamin tërësisht. E besojmë me gjitha kushtet, ashtu siç edhe kërkohet prej nesh. Ndërsa pjesa e dytë ose dëshmia e dytë është Muhammed Rasulullah, e cila nënkupton kësaj. Ne besojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është pejgamberi i Zotit për krejt njerëzit dhe xhenet. Pra kur ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam, ai është pejgamber për të gjithë njerëzit, shqiptarët, turqit, arabët, slavët, amerikanët, gjermanët, për gjithë njerëzimin, nuk është i veçantë vetëm për arabët. Ne besojmë se Muhamedi është pejgamberi i fundit, pasi më nuk ka pejgamber. Prandaj çdo kush që del edhe pretendon se është pejgamber, ne themi se ai është mashtrues.
ne besojmë se ajo që Muhamedi alayhis salam e ka thënë nuk është fjalë e tij, është fjalë që Allahu ja ka kumtu dhe ai e ka përcjell tek ne. Allahu në Kur'an e ka përmend kësaj. Asaj që Muhamedi alayhis salam na ka thënë, ne duhet t'i nështrohemi. Pra, respekti për Muhamedin alayhis salam është respekt për Zotin. Prandaj fjalët e Muhamedit alayhis salam nuk duhet t'i refuzojmë, mirë po duhet t'ju bindemi dhe duhet t'ju nështrohemi. Nëse Muhamedi alayhis salam ka thënë për diçka se është halal, duhet themi edhe ne. Nëse ka thënë për diçka se është haram, duhet themi edhe ne se është haram. Ne duhet ta ndjekim rrugën e tij. Pra, rruga e Muhamedit alayhis salam është rruga e drejtë, është rruga e Zotit, është rruga e vetme e qelluar, është rruga më e mirë dhe rrjedhimisht është rruga e cila na bën të lumtur në këtë botë edhe në botën tjetër. Çdo kush që e ndjek Muhamedit alayhis salam e arrin lumturinë në këtë botë edhe në botën tjetër. Vetëm sa për argumentim, sa për ilustrim, pejgamberi alayhis salam ka thënë kësaj: të gjithë njerëzit do të hyjnë në xhenet përveç atyre që vetë nuk duan me hy. Krejt njerëzit kanë me hy në xhenet, me përjashtim të atyre që nuk duan me të gjithë, më falni, kur themi njerëzit, është për qëllim muslimanët. Të gjithë muslimanët do të hyjnë në xhenet me përjashtim të atyre që refuzojnë. Thanë ja Rasulullah, e kush refuzon me hy në xhenet? Tha Muhamedi alayhis salam, ai që më bindet mua hyn në xhenet. E ai që refuzon të më bindet, ai në të vërtetë ka refuzuar me hyrje në xhenet. Prandaj nëse ne shmangim rrugën e Muhamedit alayhis salam, ne e kemi shmang hyrjen në xhenet. Edhe për fund po e bëjmë një përmbledhje për ta pasur të qartë se çfarë diskutuam. E para, dëshmia la ilaha illallah nuk është deklarim formal. Pra me thonë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, dëshmoj se nuk ka Zot përveç Allah dhe se Muhamedi është rob i tij dhe i dërguar i tij, nuk është deklarat formale. Është deklarat e cila buron nga zemra dhe e cila dëshmohet me vepra. Kur themi la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, ne besojmë Allahun, mirë po besojmë edhe kushtet tjera të besimit. Pra, siç përmendëm, i besojmë melekët, engjëjt, i besojmë librat, pejgamberët, besojmë kadan dhe kaderin, e besojmë vdekjen dhe çdo gjë që vjen pas saj. Shahadeti me përkthy më së miri, nëse dikush ju pyet se cila është domethënia e shahadetit, thoni kësaj: nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut. Pra, ibadetin ton, namazin ton, lutjet tona, ne ja kushtojmë vetëm kujt? Vetëm Allahut xhalla wala. Prandaj muslimani nuk i lutet varrezave, muslimani nuk shkon në teqe, muslimani nuk i lutet të vdekurve, muslimani i lut vetëm Allahun te bareke wa taala. Shahadeti nëm kupton që ne me ndjek fen, nga se ne e pam që me thonë Muhammedun Rasulullah, nëm kupton që ne me i zbatu porositë e tij në praktik. Shahadeti nëm kupton që nëse ne e organizojmë jetën sipas mësimeve të Allahut xhalla wala dhe sipas mësimeve të Muhamedit alayhis salam, atëherë siç ka thënë Allahu fala yadhillu wala yashqa, as nuk humb e as nuk bëhet i dëshpëruar, pra kemi pas jetë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahun te bareke ve taala e lut që Allahu na mundsoj që ta kuptojmë fenë e tij drejt, të jetojmë sipas tyre mësimeve dhe na bëj të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Unë kaq kisha si ligjërat, ndërsa tani me lenin Allahu xhalla wala, ashtu siç ju kam premtuar, ju të gjithë keni të drejtë që të parashtroni pyetje për çfarëdo që ju intereson rreth organizimit të haxhit. Ne do të vazhdojmë me këtë mënyrë, në mënyrë që ju të keni mundësi hallet brengat që i keni të diskutoni bashkarisht me ne dhe të gjejmë zgjidhje të duhura. Zoti ju shpërbleft për çfarëdo që ju intereson,
vazhdoni dhe ne jemi në shërbimin tuaj. Vazhdoni na pyesni, ne jemi në shërbimin tuaj. Urdhëroni.